21-10 është rezultati që ekipi I Shkodrës Star Powers në basketin 3x3 fitojnë në ekipi Tiranës Toja, duke u shpallur kampion I Shqipërisë edicioni I 11. Protagoniste e kësaj fitore padyshim është edhe Bernarda Reshpja, që ishte pishtinuesja më e mirë e kësaj finale, por në tërësi edhe krejt aktivitetit. Urime. Faleminderit, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi me marr pjesë në këto evente kaq bukura, të krijuar nga Shkodra, Bashkia. Ju falenderojmë shumë për këtë iniciativë. Reshpja ju keni fituar jo pak trofe edhe me Vllaznin, por sidomos edhe me flamurtarin e Vlorës ku luani vazhdimisht në finale, por ky trofe që fitohet pikërisht në sheshin pedonales së Shkodrës, në sheshin Nën Tereza, në një ambient të hapur, në mes publikut shkodran, ju shijon patjetër më shumë. Po, është e vërtet, kam fitu shumë trofe, po ky trofe ishte më I veçantë se të tjerët. Mes publikut dashtë në Shkodrës, mes gjithë atyre që na ka njek me këtë atmosferë mrekullueshme, sigurisht që shijimi është shumë herë më I madh. Natyrisht që bez publikut edhe familja juaj, që ju dhanë më tepër moral edhe mbështetje, bashkëshortje, por edhe prindit tuaj. Duhen veç atij, mes tonë këtij publiku me falenderu familjen teme që merr pjesë në çdo neshje temen edhe më suporton gjithmonë. Në tana neshjet që janë në basketbollit, unë kam familjen aty, burrin, familjen teme, kështu që I du shumë edhe I falenderoj shumë. Ky trofe që fituat sot Reshpja, patjetër që është një motiv më tepër për të ardhmen, për të vënë më të mirë për Vllaznin, por edhe për skuadrat e tjera. Po, është atmosferë shumë e bukur, atmosferë ndryshe, që na bën edhe ne mu angazhu, me marrim pjesë edhe me na bë me dash basketbollin prapë më shumë. Pse jo? Sa të vështirë patët ambientimin nga basketbolli I rregullt, me fushë të madhe, me basketin 3x3. Ishte pak e fshirë në fillim, por u ambientuam shumë shpejt, sepse ne kena për herë të parë 8-4 vajza që luajnë 3x3, nuk ashtë kena luajt më përpara në ekipe në qytete tjera. Kështu që ishte pak e vështirë, po ja dolëm, ishte neshje shumë argëtuese, eveniment shumë I bukur, kështu që jena kënaq. Urime Reshpja, sukses e vazhdimsi. Shumë faleminderit edhe ty.